shiko, sa I përket të presidentes Vjosa Osmani. Qështë e dini Vjosa Osmani është zgjedhur presidente nga Albin Kurti. Edhe për Vjosa Osmani. Edhe për Vjosa Osmani. Edhe nga kush? Edhe nga kush, nga Radojqiqi. Që ta dy të kontrollum të Radojqiqit. Kush e ka votu për pës? Urdhra? Cila parti tjetër e ka votu? Edhe LDK-ja. Mirë. E pse e theksan që ta vartimisht? Qështë po zdi që do të mundit kush e ka votu? Qështë se ka votu? Ka nejtë zonë. Se ka votu. Po qa që I kam jaftu korumin, jo, bo? Po mirë dhe vejtë, nuk korrekt, nuk e ka votu. Ka pas nejtë zonë, të ishe me ka votu Hashimi. Petru, ka nejtë zonë. Po dhe? Sa ishe me ka votu Hashimi, se njëtë vonë. Po qështu? Do më Jo, vish po du me fol, shumë ka du me marrë me atë pjesë, vish po du me fol praktikisht a e zhjith president Jan Gërçin. Okej. Edhe për presidentën vlen e njëjta sikur për deputetëve të vendosjes. Kjo ka fuqi të huazume. Fuqia saj vjen nga raporti me Albin Kurtin. Kjo ka fuqi, qatë sa Albin Kurti vendos kjo me pas fuqi. Takimi nuk e ka thirë kjo, e ka thirë Albin Kurti. Qështë e dini ju, vetë se nuk I pëlqej Albin Kurtit Blermi Sufaj për kryeprokuror shteti, kjo nuk e ka pranu me dekretuar. Për shembull. Po. Kjo nuk ka. Në vitin 2019, për pak pa të hupi Albin Kurtit. Që atë, në vend se më bo oponenca kryesore politike në vend, kjo në nështru se kishtë që më shku ma shpejt të bërimi I pareve, edhe u bo me Albin Kurtin. Nga e moment, kjo është një person I në nështrum në politik. Edhe kalkulimin e ka komplet në relacion me mirëmbajtjen e disponimit të Albin Kurtit për ta. Takimi që e ka thirë nesër është I urdhëruar nga Albin Kurti. Që shpetin ti? Se ja di lëvizjet politike. O kon kërkesë PDK-s o burë? Mirë. O kon kërkesë PDK-s? Kërkesë kuj? E PDK-s. E kjo ju ka përgjigja? Po da me na ofendua? Gjumër me Krasniqi që ka donë vetë deklarë publikisht ka thonë. Mos jena të shku të qaj koalicioni brejvor. Memli Krasniqi që ka donë publikisht ka thonë, që na propozimi jo në konë për më na thirë presidentja. Do me thonë, Viktor, je ka do me thonë publiku në Kosovë, që presidentja Vjosa Osmani e ka ftu takimin se ja ka kërku PDK-ja, apo? Memli Krasniqi e ka thonë që shto. A, tajgora. vërtit. E ke ka bu emisionin, ma vonë është taj krejnë klan, lejo dhe ka baku mori. Krejnë në bërë. Shka të dhurën jem të folë, që ka thonë njeri publikist. Se sa serioze, përmbajtësisht është ftesa saj për takim dhe a mund të përdoj zgjidhje, të regon edhe vetë fakti që kjo nuk ka deklaru kur gjo, që len me unë nënkuptu se mba se ka më ofru zgjidhje. Cile e modeli saj për zgjidhje? Asë një. Se kjo nuk është aty me propozu. Kjo është aty me ja mundësu takimin që mas në Albin Kurti me I provu mekanizmat e ti nëse funksionon të LDK-ja, ose të PDK-ja, ose të AK-ja, ose kudo. Thjesht dhe kjo punë. Pra, nesër na kemi me këshyrë. A ka me mujt Albin Kurti, me shfrytzu hapësirën në një takim të mbyllur të përbasht, me parti tjera, me I bind me u bo me të. Që ka që është takim nesër? Kjo s'fol aty. Për shëndetje, mirë se keni ardhë, vazhda Albin Kurti.